Vuani nga reumatizma, kjo recetë do ju shpëtoj nga të gjitha dhimbjet. Ky është një ilaç i mahniqëm që do t'ju vinë në ndihmë për lehtësimin e të gjitha dhimbjeve të osteoporozës dhe pas përdorimit të saj nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjet. Përbërësit që do t'ju duhen janë 10 lugë krip dhe 20 lugë vaj ulliri. Metoda e përgatitjes: përziheni vajin dhe kripën mirë dhe vendoseni në një shishe qelçi, mbylleni atë dhe lëreni kështu për disa ditë. Masazhoni çdo mëngjes pjesën e qafës dhe shtyllën kurrizore rreth 23 minuta në fillim. Pas përfundimit të masazhit, fshini qafën me një peshqir të lagur dhe të ngrohtë. Çdo ditë rrisni kohëzgjatjen e masazhit me 23 minuta. Këtë masazh duhet ta përsërisni për 10 ditë. Vetëm pas disa procedurave do të vëreni ndryshime thelbësore.